Të nderuar shikues të Shkoda Sport, mirë mbrëma, takove në emisionin numër 63 podcastit ton me një tjetër figurë të njohur të futbollit shkodran dhe futbollit shqiptar, me mjeshtrin e sportit, ish futbollistin e njohur të vllaznis, por edhe trajner për shumë vite me radhë, zotin Fatmir Paçrami. Profesor, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, mirë se gjeta. Më ka bërë përshtypje sepse në disa prej intervistave të kohët të fundit me ish futbollist vllaznis, sa herë që përmendet karriera e tyre sportive, dashi pa dashi diku del emri Fatmir Paçrami dhe të gjithë një respekt maksimal. Duket se kjo është shumë e rëndësishme për një personazh si puna juaj. Po, falënderes për respektin që kanë ndaj meje, por edhe unë I respektoj shumë pa mas ata, shokët e veteran, që kanë dhënë ata si na. A është e vështirë të lësh një emër të mirë? Pa, e vështirë. Mund ta fitosh, pa e prish. Kështu që vështirë me e lënë, emri I mirë edhe deri tash falënderes na respektojnë njerëzit e Shkodër, paktën na thojnë mirë mjes, natën e mirë kja shkojsoria, gjithë brezit tonë, sepse ishe I brezi ja kishe përkushtu komplet vëmendjen futbollit. Do shim gjithë me luajtë futboll, po do të Shkoda me na bë të luajtë. Profesor, ju dolem te karriera juaj. Ju në fakt u morët me futbollin, por shumë pjesëtar të familjes tuaj kishin zgjedhur sporte të tjera. Ndoshta u injektuat nga babai juaj, Ali Paçrami, ai që I injektoi dëshirën për tek futbolli? Po, nga baba, I vogël jam kënë, më thotë baba luaj futboll, se më qishtë të luajt me fëmijët e kinemaja dy, në Cimento. Lushin si fëmija, baba, atëherë unë isha në klasë 5, më ka lënë të vogël, atëherë më ka lënë, luajtë atë futboll, se letë futboll mirë, shumë thotë. Unë I hina se punë edhe. Sa rëndësishme është kur ketë disa pjesëtar familjes që merren me sportin? Pa, të fillu në kena si gem, kuptim si gen, në kuptimin e mirë të fjarë, sepse e mlaj, malaj, kënë atlet sprinter, kampion Shqipënijet, kësi me shkop, rekordman, mota kënë edhe sprintere me ekipin e vllaznisë. Baba futbollist edhe I shpejt, unë I pasam gjatë babës, e të këshën tjerë të kizja babës, që unë se kam arrit me pa babën të rritëp. Dhe e këna darë sportin fort. Por edhe nga dajet, dhe nga I Sof Pelingu, edhe që ja kënë edhe I futbollist edhe trajner futbollit. Që do të thotë në familjen Paçrami fjala sport ka qenë kryefjalë? Kryefjalë ka qenë, kena hangër buke sport. Në fakt, si shumë familje shkodrane? Pa, ahe nuk dihet, Shkodra është e këtij zanatit. Si e liën dëshira nga ato rrugicat për të marrë me futboll? Na fillimisht që thënë rrugica, thonë gjithë, por ne kena pas fëmijët me kinemajin, aty ishte Cimento, para kinemajit, aty loshin 3-4, 2-2. Kam zbath, me këpus leta, lushim të po bashim djersket, dhe sa losim, shkoshim shpia të kishim afët, unë nisim u lashim, por atë tonën e bashim detyrat, për më ullë me ly tëp. Tëp ishte bëne në shkollë, në pushim gjatë, që ishte qerekosh atërë, qerekosh fillë me ly tëp. Ishim klasë në djersket, pasen, jo, 2-3 vetë, pa të gjithë. Pa të gjithë, sa kënë talentu, pa të gjithë e doshin sportin. Edhe sot, e nisi të dojnë sportin edhe të merren me sport. Si u angazhove tek ekipi parë? Kush ishte trajneri ose njeriu që ju afroi në ekip? Fillimisht, që shmi, kam pas trajner Hasan. Të ndjerin që ndroi jetë pak kohë më parë. Të të banja vogël, kena basa viti aty me te. Ai më ka pa në shkollë, më thiri, merrte me bicikletë tek shtëpia. Në servite më qote me bicikletë prapë shtëpi. Se ishim me mësime mirën, do të me mësu. Edhe thote, hajde nërë se vitën, zoshë me dalë se ishe me notat mira të 90, kishe qef shkollën. Detyrimisht, me mësu, edhe me lujt ishte shi e fështirë. Për nësif mija lukshim ka 5-6 orë. Edhe a I ma mushim rëndin, kemu ba sportist I mirë.
Unë vazhdova me të masnej, për aty shkova në Spartakiat Pionerëve me profesor Shukri Ramadanin. Dhe aty Spartakiat Pionerëve ishim me Asetitin bashkë. Me Asetafizin? Asetafizin. Dhe unë dole shenusi më i mjerë ekipit, Asetitin vjerë dhe topat, unë bashkë gollet, se kështu kena qyshmi, kena lytë bashkë. Dhe marrë i Spartakiata, dole në vend dytë, së mujtë me marrë kuper, marrë i Spartakiata, edhe arën dhe bura, që anë të thoshin, djemë të ri, me bura të ri, dhe të hadit i djali mu. Si e ke emnin, asem në s'padishin, filani, të deltena, edhe asejtit, si e ke emnin, delto. Në putë me bëtë në norma, 100 metrë, shikësim zjatit, edhe me top dhe gjana, thonë, të shishkoni ju, të pilar me i vetë, nësë shtishim zahit, që a ke punë. Edhe asejtit, dhe që a ke punë, thotë janë. Shkolla futbollit ishte hapë një nartë ati vitit, në mes në vitit. Shkolla e mjeshtrisë sportive. Agimedia ishte edhe njerit vankoqe që a kenë, dentist ishin bashkë ati. Dhe vim në të thëtë asejtit dhe me në ma shkollë më duket. Unë jena në gjimnas, fillova vitin e parë në gjimnas, asejti të Jordan Misja, një mujë në lanë shkollë, mas i mujë, ndeta ardhë në komitet, bam gati teshat, shkume në shkollë futbollit. Ju erdhe mirë që ju zëllën, apo e patët bezdi për të lërë shkollë? Unë kam pas bezdi të male, kam shku të iqa, shkurt Mohabedi. E kam pas doshë me rejtë shkodër, zoshë me largu njëzve shpisë, shkurt Mohabedi. Edhe jetim ishe rritë e punë të nëshë. Doshë shkodër, më lytë të pasep, në shkodër. Por ma mushi me në vlej malë, keme shkodër, unë këtë shkodër kam marru vetë. Se në një vitë para kështë marru vlej malë, shkodër e nartë. Teknikumin edhe nardëm, për atletikë. Dhe në fakt kjo zgjedhje për të lutur të shkolla e mjeshtrisë sportive nuk rëdëtoj e gabuar? Ja, ka nësitin drejt, në të ndërtimet, se aty u formume në rallë parë si njërës. Shku me fmi edhe në burra, 7 vjetë shkollë, kena shku 14 vjeça. Mas të vitin, shkollë 14 vjeç me shku shkollë. Finazishme në tavolinë, me hangë, në kuptimin e mirë të vjarës. Aty më me gjitha gjanët, regullin, disiplinën, me fjetë, me regullu karevate, gjitha gjanët, mu veshe, mu zhveshe, tanë në gjanët në regull strikt, se kena pas ta njëra Zyber Konci, Shqyri Redi, Barishka, ata... Emrat njërë futbolit të shqiptarë. Ata ta njëra zvin monë, detrimin e, që thonë më organizimit, gjëgjajet. Në dhe teshat i veshim e rësht, kur i rështoshim teshat rësht, një tesh me dalë për para, vitet edhe pse ki vo këtu. Në edukum me matë bënë, pusë e lustrume, futbolit s'kishte lutarë shkendis, pak pusë me lustrume. Shi, bat, laqë, para se vëlloja, pusë a kene lustrume. Edhe në anën profesionale, ju rriti? Pusë në anën profesionale, aty kena pas teori futbolit, kena ba lanë miksore, gjitha kena marrë drejtimin e një trajnerit, që nesër, nesër me në maru me shkone, a di për mu, trajnera dhe mësus të dëgjimit fizikë. Por vazhduhet të luanit edhe futboll? Pa, ja me kush, sot për shama me i mujë kush, bashkë trajnerë, dhe ta në kibe, gjana, kështu, fëmishte, moshash, për në kena bashkë 7 vjetë shkollë për atë punë, edhe nuk thona që jena trajnera e la, që duhet me mësu ta njëdhen, shkollë Mohabedi. Luajtet me Shkëndin? Me Shkëndin kam lujt, me të rritë Shkëndis, kam qenë kapitan skuadrit, se as të rritë kaloj me ekipin e parë, kategorit dytë, ishte ekipi i parë. Dhe marë i kampionati i të rive, ndorë shenusi më i mirë me 24 gola, mori ta njeri, masi doli Shkëndia, i likë mas hipër, kategori parë, që sata superiorja, atë mori të reqin e ki parë. Atë lujta me ekipin e parë me Shkëndin. Një brez i artë futbolistësh i Shkëndis në të vite? Në të vite, ata ka kënë një brez i artë. Po flitet shumë për atë Shkëndi që bërë ndoshta edhe bujnë futbollit shqiptar. Shkëndi ka kënë, i kam su me lytë futbol ekipet. Shkurt Mohabedi, në ishim me lytë top, nuk ishim, pa fitim e pa umim. Në lushim top, me konceptin se ne epshim të njëra. Dhe të imisht të njëra të kena pas shkollum, me ashim teori praktikë në shkollë, dhe në gjithë njerëzit që në shqipshin nuk nasin
të ne pa të lujtë pakten, edhe mu rapa, doja jonë ishte që i knaste njerëzit, i arktote, si loj. I kujton në ato emrat e shokëve të ekipit? Pa mërë, pasi, kena pas shumë, disa kanë deke, disa, ka kena rinë hoxha për tjerë. Arjani në kam pas shumë shështime dhe. Dhe Shelsim Kurti, Petri Gjoni, Asen Milto Gurma, Asen Andioti, Leonida Quri, Blonjati, Astriti, Gjergji Balsho, Vasila Zeri, Agim Bulgu, unë, edhe Grone Konsuli. Paka shumë ka kërë provacioni. Pa pasër e tjerë, ma në tjerë, pasër e dasha mirë, Bajaziti këta, edhe mrapa, me Bifsha, me dhe tjerë. Ardenara. Kartë pasjush? Ardiani, papa. Ardiani. Pa Ardiani keni talentu, ma keni super talent. Cërë ishte veçëria? Teknika? Veçëria kryesore e Ardianit? Teknika, atlet, akrobat, gjithë e gavas. Gjitha. E kënë nëse e pilotet kishtë i karrierë pakten 5 veçare, ose 6 veçare në futbol, a ishte majtë më të në konët, historikisht Shqipëni si futbolist. Jashtë, i talentum, shumë i talentum. Po ndoshta nuk ka qenë thënë që Ardianarat... Vazhdojte, aty shkotet e sa qenë, punt. Që aja kënë shumë i talentum. 7 vitet në Tiranë ju kanë formuar si futbolist. Dhe në vitin 75 pastaj u kthyen në Shkodër bashkë me Hafizin. Po, erdhëm tu. Shkodër. Erdhëm në Shkodër ku vllaznia ishte në kulmet e saj, besoj. Kena hapër në kishim nerë, tash unë i thosha Asejtit, me le bizdoshëm Asejtin bashkë, se na ishim shokë që të rritë bashkë, rishim atë e për bashkë, derisa u misuam me tjertë. Ota se sa i qanga, kënë shokë i joni, dhe basha, moshatare, kështu, me Dinxhekin, me pas shvirti, me Sababizin, me këta rishim mi thije ma pak, sepse ishim matë me edhe ma detyrimisht bashim distancë. Edhe respektoshim kërë si primë. Pële për neja kënë një, që të thamë, një privilegji madhë me lytë këras Dinxhek se Sababizit. Privilegj të amani madhë kënë për ne, sa shi sportistë, si vinë ma shodër, sa Shqipnisë. Ne këna pas nësi me lytë me ta. Dhe ishte vështirë të bëhesh pjesë e formacionit, besoj? Aty, nuk e ditë e formacioni. Sot ishte kuj, nesë ishte tjetëri. Direkt u bate tjetëri. E Sabaj thote, unë me ty thote, unë deloja, fatë me papse, ma, shi deloja, thote. Po në të japë topit, të japë topit shut. I binë është topit kesë. Ti shi përshpesish, e kap topin e funë zonë shpet. Del topi, uja dha Sabaj, unë edhe shkes pa e kap tjere, atë në ti. Unë në shushe Sabaj, ka kenë, masaj shpirti ti, ka kenë shpirt, të ka motivu, kënarë thotë në Gjino Kasër, me lujtë të pësysht pëmë të kënarë në Gjino Kasër, jenë atu si altaj, në burët martë unë me fmi, e morana në Gjino Kasër, sa të atur, i kësë në thotë, në motivote, tek njëni tjetin, kur si në ranë Gjino Kasër, në qëtë mund këna vidu, nërës i radhë barazim. Anë kënë njësë si ju pritë të vllaznia kur erdhët vitin 75? Pasha, se unë kam marrë para Asejtit, para Asejtit arri fije pëse dëshmen e Tirana Asejtit. Edhe arri në razim, Asejtit, u grumu më razim. Unë, këtu kishim shok, ma në Sajitin e Lëti Bashin, ishim shok. Ku njifshim që ishme të rritë, kundërshtare, shok, shodarne. Kishim determinishtë në shodarne, për kur rishim me Sabahin e me Dinxhekin, e zënë Ragamin e dita njerë, Gjevz dhe Shazirin, e shishim që të dumë. Thërë, ku kena arë në këtu, ku kena arë këtu, edhe mas me bajs bedin ashtu. E kena bajs bedin forte, kena ullë kryt, se për nëshin na, flutëroshin. A është vërtet që gjithë që ishte shumë i rrept? A i ka qenë... Sepse ka një bërsalet që mjafton të gjaketa avarë në dome zhveshjes? Sababizit, me lan kapelin aty jashtë,
dhe me i këshpi, thëmë, këto është se vite shoku gjotë, se shoku gjotë e kena thënë, por e kena dash për tanë, e kena respektu, e s'ka ka bukur, e t'ka folë ranë, ku e dash me folë për, e kena pranu fjallën e ti. Në ka motivu, në ka dhënë shpirtin e Shkodanit, në të ndërtimet. Përmendet Bizin dhe Zhegin, dy prej emrave, por edhe të tjerë. Me gjatë ka besoj që ka qenë një skuadër e kompletume, në gjitha raportet. Skuadër, për ke pas Halit Pukën, për shamu, në Karat Majt, nuk i vjen Shkodrës një ashtë letarit. Një letar, një salaks, një letari për krym. Ka pas. Një letarit, që të thamë. Ke pas aty, ke pas tjerë, që kena gjithu, letar tjerë. Sa i qanga, që nuk ka diskutu, sa i qanga, i letar, një suat durë, i njerë, i suat durë, i stopër, i mirë filt, në kënë letarë një shumë, Lutfi Basha në kara, që të thëmë, këmre me tanë, mëse me ardhën e djemë të ri, luan Vukatana, Bardjera, ardhën të ri kërët, ne kipë, u ba kipi, u fërsu kipi. Dhe titulli i parë kampion, trofeu i parë në vitin 78. Si kujtoni atë sezon që ju dha ndoshta edhe kënaqësinë e parë tuaj personale? Ne kena marrë në Lukët, ne këtë titull kena marrë në Lushje. Në Lushje kena marrë. Në Lushje kënë portierë Dash Amirgezari. Shoku jemi i shkollës mjeshtërisë në Tiranë. Portieri i Lushjes ishte ai. Edhe u talte me mu në lojë. Thotë, nuk laj gol, do në me orra, do në me e kampionatin. Ty që eshe me mu, për ne ishe me kipë maj mirë se Lushja, si do të lutë Lushja, pa mëses respektin që i kishin Lushnjarë për ne, të mërshëm. Në të lutë me Lushja, të bërtishin vllaznia Lushnjarët. A kupta? Që kishin qepë me marrën e kampionatin, pa lutëm atë me marrën. Aty edhe më bërë atyre, në ka taku me marrë jashtë kampionatin, në Lushja edhe më bërët. Dhe kur ngritët kupën, emocione për Fatmir Paçramin? Emocione dhe me ngritë kupën me vllaznin, aja musa një rrë, ata nuk përshqitin atë rast, zvinë mo. Çfarë menduat? U shpërblye gjithë puna e bëme në vite? Tash u shpërblye puna e bëme në vite, aty në një drejtim të vllaznia, gjithmonë ka lojtar qelësor. Gjithmonë nuk ka vujt vllaznia, ka brumin. Shkodra ka brumin e futbollit, ka lojtar talentum. Por duhet mi kap, mi marrë dorë me ditë se si mi trajtu. Unë shaf të Kizmian, jam veshgus, moshash në vogla, kam 9 qartë, në kalqetë, i shaf. A i veden të i kam shunë, i shuin letër, i kam blok shpi. I shuj, bëhen lojtarë të mirë shumë ata. Janë lojtarë talentum. E i thamë të njerëve. Ta i do një mirë, ma një mirë, punoni ma të evrë me ta, vinë për të pakojnë mu, se më njofin, thonë, po është djadjem, vinë më thonë, po se shuva sa djadjet, shtate nuk e di sa djem në njës, të shpeja ma remni nga djadjem për sërë, thuj, thamë, pushojnë mirë, të mësojnë mirë edhe të hajnë me lukë, që shko ka mëne, të hajnë me lukë. Edhe knashe fëmija, vinë fëmija, shofi ka erë, që më kënë të njeri tyne, unë knashe me ta. Por ka talenta Shkodra ka pa fund. Shkodra dhe menazim, Shkodra si më ngënë menazimi, me e thanë tërës. Unë e thamë gjithë kujnë Shkodra, ekipit parë kush do me kënë, në do në folë tërës me folë marë, se nuk e do në Shkodra në asjeni ma të përse do në na. Ta në do në Shkodra. Një fije ma, pak një fije ma tërë, që të Shkodran, marën për Shkodra. Shko si unë i thëmë aty unë e si menazim me pas kujdes. Me menazhu lojtarët, me menazhu për smarit. Me shku mi pa mirë, me shku njëre unë. Me shku mosjall, njëre unë. Sepse një mojës, nëse të mungan një mojës ty si ekip vllazë një, vllazë për shumë i mungan një mojës i djath i mirë fjallë. A vëllë? Gjergji, je i sektorit, i futbolit. Që makinën, që qishtat e makinës, që shoferën atë, nësë gjenj një mojës në Shqipëni. Që së përkan Shkodër, për shumë mojës djath. Me esë në Shqipëni, me shku në skra parë, e gjenj një mojës djath mirë.
Me shku për mes gjithë kushtet, ta njerëz janë. Por, në gjakun që ka Shkodra ka linë, ka prodhu futbolista, me shë sa dush për si, e zhen edhe e mërë. Pse mendoni që ka kjo shpreja që Shkodra është pjellë talente, nxjerr talente? Edhe i djekë. Edhe i djekë? Pa. Se këto deshë medalje, me më gjyjtë mu, unë e thëmë tësë më abedin, zdi me rajtë, i djekë talentet. Edhe së ta menat, ka djekë talente, edhe ka djekëshëm. Aty në mështë i bingës, por si... Të rikëthejme të karriera juaj si futbolist. 78-ën, titulli para kampion. 79-ën, kupa. 81-shin, kupa 2, 83-shin, titulli 2. Për 5 vjetë, 2 kupa, 2 kampionate, kena marë Brezion. Dhe Fatmia Paqarami ka qenë pjesë e secili prej këtyre sukseseve. Pa. Në këj me shokët. Ju keni lutur në krah dhe aftësia kryesore e juaja, si thuhen të gjithë, ka qenë shpejtësia? Pa, shpejtësia. Kam lutë me 2 komët. Është 100 kratë maj, 100 kratë djatë, sa kënë problem. Teknikën e kena pas, sepse kena marrë shkollë, kena pas qëshmi. Edhe visionin, detyrimisht e kena pas pa i shkollët, se vizioni vjen të artë, të mësu, se njërë nuk linë i ditën në futbol. Futbol mësën. A kuptën mësën, tu rritë të mësu. Tu kaç, kapa, shkante. Ku do të me shku? Cili ka qenë në këto 4 trofe, cili ka qenë ai që ndoshta ka lënë më shumë breza tek Fatmia Paqarami? Këtë trofet, ma tepër, më rejë se më ka lanë trofet që kena marrë berat. Titulli kampion? Pa, sepse berat Vitit 83. Berat që në ka ndash fartë. Edhe, kur kena marrë, pa ba golin, pa fitu këshu, që atë lësht tipo dhe beratit bërdit vaznia. Kuptimin e të në dhanë zemër ne, se na ishim tensionum të shimasim, pa në i kampionati, pa në një partizani mrapa. Kështu ishin punkt. Vaznia përdishin beasit. Pa në lutem mirë, se lushim gjithmone. Ma me golin ziko shepat va, se gruda, nuk e di ko shepat va. Golin, edhe morë kampionatin aty. Tyre në ka taku me marë kampionatin jashtë Shkodrës. Jashtë Shkodrës. Qef kishë me marë Shkodrë, sa shi. Njerë lushin e jenë berat. Ka pas rivalitet dhe sigurisht që 4 trofe në 5 vite nuk i kanë pëlqyer skuadrat kryeqytetit kryesisht. Ja, aty në jam ata ku shkoshim, vetëm ku shkote Vaznia me lytë në Tiranë, o mushë stadiumi që Marsafa. Në kena kënë studente masteritin, në dishtuneve, lushim në dileve, kishim nesheve në shkëndia me në ekip, në stadium Dinamo. Të dilin lutë Vaznia me Tiranën dhe Partizanin. Shkoshë stadium gjysë orët para, masëritën 3 orët para. Mushë stadiumi kur vite Vaznia, kur vishin në shetjera, stadiumi bësh, ja bësh, ma gati bësh. Vaznia, mushë stadiumi Gargo. Tiranës, Shkodron, gjithfarë vite me po Vaznin. Vaznia ka qenë, në era kënë tipozat Vaznisë. Shkoshë ma abedi. Cili ka qenë kundërshtari me pëlqyer, apo skuadra që me të cilën ndoshta i ka ecur më shumë Fatmia Paqaramit? Kundër cilës skuadër? Kundër Kors. Gjani Kasi. Kam pas shok, për kam bë gola. Me Kors, më ka e smate për një loja. Po kundërshtari me vështirë? Zagonisht me. Po ka kënë vështirë, ka kënë Gjika. Mërë se majtë Gjika i Elbasanit? Mihal Gjika? Mihali. A kisha unë ishe i rimër, Mihali kërë delë parë kisha ja frikë, pa nëritja thore, si pa i bajtia, kisha dhe respekt për moshën, që kisha ja kuptan, pa ishe lutare mirë, në hyte gjithmonë ko, fort, nuk në hyte ke, se do në tjerë dhe jeger, a i ishe jeger, pa në hyte në tëpë. Pa ja kënë në tarë. Cili ka qenë goli që ka mbetur më shumë në mendje në të karrierës tuaja sportive? Ai që më ka mbetë lash në Tiranë. Ka mbetë Balt. Menduat që u shëro? Sa bakër, po. Balti ishte lash, ishte e shtyva topi, këtu ishte porta,
shtiva bërtita gol, shok të mi nuk shune me shty mua të i bërë ato artë unë me mputh, me të topin balët, pasaj fitum në mara me Shkëndin, sa dën Dinamo. Kurse goli ma i bukur, në ashtu në Shkodër, një vit para se me maru shkollën unë, se majmen shumë mirë këtë episod, erë me lytën me Vllaznin, Shkëndia Vllaznia, Zarragami ishe trajner lojtarë. Qëndër Bajsi, Lodezani, të ke porta këte ka të regu. Vjeni top jeshtë 10 meses në ajer. Unë tharpe, po të shut për ta zerë jashtë, pasaj të regu anë e në topin, ku më shkojnë të rekan të sobi. Ju e gjithë padashje? Padashje, më. Unë së bërtita gol. Edhe i mu i vishet e Vllaznia. Në bërtita gol, eri Zani, pas Ahmet, eri mu afru, ku api krytin, tha gëzojë, Fatmir gëzojë, se këtu këj marrë nesër. Që qëfar njerëzit që në genda. Qëfar figurash. Me që me të marrë i natë, me të marrë shokë, gëzojë, Fatmir gëzojë, goli që këtu këj marrë nesër. Hajde, falë. Shonken të lojtarët tonë, Bejlandat, nuk i bërën sababis me Dinxhege dhe Zarragam fështirë me jashtë Shkodrës ma. Me karierë me tana, koptimin e misë jarës. Tanë ka të lojtarë talentume, sa të dush, një të dhe të manën, unë i majmë në gjatë. Dhe në qëfar vitit ka vazhduar karriera Fatmir Baçamit? Në 84, në kom nënë. E latë, apo erdi kohë? E latë pra, e latë se bana shamat. Me inspektorin e fisetush, nuk ka nevojë për me në tërë. Edhe dole jashtë për dhomët për mladhjet. Jo, kur kishit ende mosh për të lutur, në fakt, për të kontribut? 29 mërdjallë. Në kohën të e matë, më Zarragami, më cejnë njës i shpi, marë, shpet marë, se zbanë marë, po në e me trajnjera bashkë, edhe lojtarë kemi lyte, në balë thash marova, kërëva punë. Mas i vitit, po të fatë, asit avizi me sa i qamin, ata i nisën, i thonë, nuk bani për ne. 29 djesa, po ti kohën më atë një sabelozin ka 10 djesa. Kjo hindoshta të ka dhe shpreja që Shkodra e djekë talenta shpesherë? E djekë talenta. Djekë Shkodra, djekë se ka shumë. Ka shumë, zinë ku misu. Duhet i menagju, nëse Fatmir, jashtë lojtari mirë, nuk kam vend me futë si vjetë, e se të një ekip tjetër, të lozin, edhe marë prapë. Për gjaja ma thjeshtë ashtë. 4 trofe edhe titulli i mjeshtër sportit. Titulli besoj me nalë që keni marrë. Po, për i trofeve morëm titullin, ishte regull. Ne ishte me ba 50% ndeshjeve, atër mërë titullin. Ndihesh i plotësuar si sportist, me numrin e trofeve, me emrin, me... Plotësuar ndihem si sportist, por ka dhe shkollë ma njëtë me marë, sepse unë kam marru shkollën, në folën bashkë, 75 e marru shkollën, kam marrë këtu, kam lujtë top, kam drejtu ekipe, kam tajnu, kam punu për Vllaznin, kam punu me ekipe private, edhe kam met me jatë titull. Shkurt ma betën nuk du, me më dhanë titull se jenë është nosh këja kryesoria, e të shkoj mirë me njerëzit, e të na dojnë të titulona, se titull, i kjoja titulli për mu. Ti du njerëzit dhe më dojnë, mu më respektojnë rukës. Thamë si kam shumë titullit. Thojnë si ki një nodje me shef njerëzit të më thonë. E latë 29 vjeç karrierën sportive. Me gjatë tha që keni pas fatin dhe kënaqësinë e madhe të luani me emra shumë të mëdhenj futbollit shkodran dhe futbollit shqiptar. Si niste një aksion i Vllaznis? E niste nga mbrojtja për të kaluar topin mes fush? Si niste zakonisht skema e lojës për të kaluar tek Fatmir Baçami në krah? Skema e lojës atëherë ishte kena pas trajnerat mirë, se trajneri ka të bëjnë të shumë, për ekimi ka të bëjnë. Por edhe lojtarët, kena kënë 7% e lojtarët janë kënë shkollumë, me shkollë të naltë. Të dojmë ishtë detyra që jepë trajneri,
i realizote. Ato bashkë gjatë servitis, skema taktike, lëvizje, këtu me anë topin, ati me suku, më të rek, ata i bashkë servitis shumë na, edhe delëshin loj. Na delëshin shumë mirë në loj. Por ka të bëjnë të trajnjeri ka të bëjnë shumë. Gjithmonë është thënë që Vllaznia luan bukur futboll. Bukur ka luajtur gjithmonë Vllaznia. Ka pasur oscilacione, por tash ato luajnë bukur. Ka luajtur bukur sepse ka pas lojtarë apo është tradita? Tradita. Zëri s'ke lojtar në Shkodër si mund t'i thosh, s'ka teknikë. E kanë gëmë, Ju erdhe keq që e mbyllët futbollin 29 vjeç? Keq, shumë keq. Se ishën kulmin të. Por, u deterova partia mi të gjitha. Unë do dhe mullan. Kur rikëthyet, por si trajner, si nisi? Në 84-shin, kam punu, deri para 84-shit, kam punu mësus, këtu në për Shkodër. Zemë mësus të atje, në për shumë shkolla. Kam punu dhe të Alilasi, të kja shkolla, Gjeradin Fishta. Atë kam punu, më ka taku mi bëmë cima dhe Rudi Vac. Ta kënë letarit fëmita në dunë qisha dhe Rudi. Kishtë në grupa Gimedja, pa taku të mi badhu nga i herë, servitje. Ma të për më kanë në mësus në Bushat. Në 84 më kanë që mësus në Bushat. Një vit para se me në futbolin, edhe më thanë në atat komitetit, zotnit e komitetit, më thanë që keme shkup, sa me thanë, se nuk e nevoj në rogën e merën dhe se birë. Thash për ka, s'ka bëndë në Shkodëra, me tanë këtë shkollë. S'kina se me baja kështë ashtë, në që unë edhe. Bushat për i të një fallerës. Bushat lidhja di banerë, edhe kam shumë misë shokë në Bushat, edhe i pashnes, se kam kalu shumë mirë, vitet mirë aty. Ma heken mërzin, shkurt ma abedi, ma heken mërzin. Edhe takoj, i fije fshesi mu marrë me sporte, me zjana, me ekipe, me kërë. Asën në i kurat të në Shkodër, atëherë ushtrova ta më në zenatin të masën. I zenatit profili jem është futboli. Në qëfar vitit filluat punë si trajner? Si trajner kam fillu, kam kënë Bushat, kam punu me ekipe, për rrallë kështu. Kur ardhe për Bushatit, kam fillu ta më në përsmarit me ekipe. Me të Vllaznis kam pas, në grupin e Vllaznis të trive, kam pas të rritë e Vllaznis. Kam kënë ekip, a kënë Vjër Sinani e në të tjerë. Kam masa e vita, Alban Nogën me shokë. Dhe masa e kalove në ekipe private. Rozafa. Si ekip, si license, kam Rozafa ekip në privat temin. Të shti ka një i vjetë që e kam mjullë. Një i vjetë, për sa pandemija. I largohë, më se një thash, dashin marë vetë vinë, zënë marë, nuk ka problem. Ora, si ka që mi pa, mi i vedin tu, kush e i talentum, me tanë Gjezhi Shqipi këtë dytarin se ke përsmarit. Gjezhi më besën mua dhe e mërë, dhjede e bunë. Gati 30 vite trajner, moshësh? Pa, mërë. 18 kam marru shkollën, që kam në futbolin, kam fillu trajningun. Dhe ke kaluar në përduar shumë futbolist të ri? Kam pas në përduar, bile si majmën, se i kam pëshinum në rëvdojës e gjana, shumë me Vjërësin Sinani, a kënë sëllmusi i fundi që i kam servit me të rritë e Vllaznis. A këtë e ma Alban Nogën me tjerë, Alban Asane, sa dush në kënë, luan Zmijane. Altin Gjahysa, i ka vlerësuar shumë për... Altinin e kam pashenu së mirë, e kam pa në rrugë Altinin të lytë, i dhe hajda dhe me u ba fëvojës, më pa u shumë u vëtu, hajda me unë servitje, të kohë dhe tjatin, dhe mora servitje, i thash që ati ka me basë për musin më të mirë. Dhe erdhe Altini ka kënë punëtor shumë, ka morë shumë, shpirt,
shpirt, qenit ka pas, ka kanë bënë këtë punë e ka ba, ose ka mësu, o me ba me plasë. Si futbollisti dalluar për teknikën dhe shpejtësinë, por si trajner, si është dalluar? Pse është dalluar Fatmir Beçrami? Po si trajner tash duhet më thanë tjerë, ja. Megjithatë, cili ka qenë gjithmonë prioriteti? Prioriteti e më kanë... Çfarë ke tentuar ti mësosh një sportisti? Po tash unë sportistave në radhë parë i ka thënë që gjithë keni me lutë. Do të jap minuta gjithëve. Nuk kam parit me fut 7 minuta njerëzin ose 5 minuta. A kam fut ma tepër për më lytë. Ai që ka meritu me lytë, se ka meritu, s'ka pas e mi ba. Me thënë kamarat drejt, muhabetit. Por thashim mu më kanë dasht, falë njerës, më respektojnë. Kur më thënë si keni e profesor, si e profesor, falë njerës të në. Cili ka qenë futbollisti më i mirë që kanë nxjerrë, mendoni, se keni nxjerrë nga puna juaj? Sinoni, Vjorin. Vjorin të ndajtimet, pun. Sinani është një lojtar i formuar nga puna? Ka pas elementin, forcen, fizike ka pas, shpejtësinë ka pas, goditin e ka pas, po ka pas nevojë për gjëra tjera, për lëvizje, për krijim topit, anë taktike më tepër. Dhe i ka marrë gjatë lojës, gjatë servitjes. Unë takota me retë më servitjes me të me bëjt gjyte në port. I këshin gjithë shpi, unë me bëjt gjyte me të me qitë me gjithë në port. Edhe i herë që mora me i këshpi se kishë e punë, marrë i servitje, thëmë hajde vishmeni, shkoja më vesh, profesor Asparima, herë më tha, Asparima, qëka që dëshirë, kishte me retë më servitjes me gjithë në port. Sa të sërën asjani, veshen i këm shpia. Pra, ti do të thotë që duhet ta duash futbollin nëse do të bëhesh sportist. Pas e desh futbollin, i dhënohet futbollin me ty edhe i ku puna. E ka dashur, ma i ka da ideali, ka pas tamam pasion, vullnet. Përveç talentit, se ka pas florë shpesi i pa, godit e topit ka pas shemulluar për do të prapë. E ishtu. Çfarë tip trajnerit është Fatmir Beçrami? I egër me sportistat apo i butë? Tash i gjithë thonë që është i butë për sa Fatmiri, po jam i butë sepse s'kam nevojë u bë i egër me sportistin, se e kam zbutë vetë sportistin. Më kupton. Në shina sportistin, s'ka nevojë mu bë i egër me sportistin. Ose hum golin sportistit, pse ti thamë sportistit, futbollistit, pse hu më marrë. Po e bën tjetën, s'ka gja, bën tjetën. Një, që i kam pa thonë edhe dhe tjerëve, dhe shokëve të mi, bile, aty më thonë e më sëllë ma gjatë. I pa ta thonë, të bizidu punë sportit, punë futbolit, punë sëllmusat, ja hum gola, ja hum jashtu. Sëllmusi, pas humi gola, nuk ka sëllmus. Pse për sa më thëtë njani? Pa, dinkush nuk hum gola, a i si nuk letë. Sa i si letë ka më hum gola. Tam të banë gola. Badi gole, hupet i gole, badi gole. Pa ka stanë futbola i bukur, se qohet mileti gole, së badi gole, banë. A ka trajnerë të mirë në Shkodra aktualisht? Shkodra ka trajnerë të mirë, i të shi, për shemë, trajnerën që i ka sot, e ka trajnerë që përvendimin të... Edi Martini? Pa, i ka rapiks me këtë trajnerë, Shkurt Mabedi. Këja të ndjali sut, ndjali mesin, ndjali që e lezën lojën e kundërshtarit, edhe të motivon, të në bashkë i ka. Të shi, nëse nuk dënë sportisti, janë në shpuna. Por ka tjetër që edhe është korekt. Korekt një, edhe nuk të hapru kollaj. Kuptimin e mirë, dënë punë. Zëve punu, që të rritu. Përveç Martinit, kemi trajnerë të tjerë të mirë? Të brezit të rinë, nështë? Brezit të ris, brezit shkudi, se me thonë, ose dhja emnat, të në dhjeve të ri. Me gjatë, ju shifni të thatë jeni në rolin e delegatit, vëzhguesit të zyra rajonale. Shaf elementa bëllë. Ju thoni që Shkodra ka pas dhe ka talente? Shkodra prodhon, Shkodra fabrikë.
Fabrikë vetëm duhet me i menaxhu. A vazhdon tjetë Këtu duhet përsëri fabrikë? Bile fabrikë, bile unë do t'i kishë thonë ty në kryesisë që drejtojnë futbollin në Shkodër, se nuk di që asë merren me tonë, se ata s'merren me mu. Se më thonë, hajde Fatmir, për këtë punë i vërë, se s'pejtaj më ardhë, edhe nuk kam nevoj për pare, me vë ndek mu, që e bëj punën me cekë. Të ka nevoj për një gëp 2-3 veç, specialista, një lëshun të rënë. Vllaznia madhe, ja, një lëshun të rënë, edhe një vidin të fap, Gjergji, fap Fatmiri, fap Filani. Bjerin e ki parë, bëni javë servitje. Shivi jo, po pëlqen njëni, tjerë që maj njëni. Ashtu. Kohët e fundit, ndoshta edhe këtë vitin e fundit, Shqipëria po mushet me lojtar afrikan, por edhe të tjerë, ndoshta nga që ka dalë edhe rregulli për të aktivizuar pa limit. Mendoni që është ndëm të futbollit shqiptar dhe shqiptar një rregull i tillë? Është ndëm shumë bile. Ndëm shumë. Për lën për shembull me i pru Shkodër, 5-6 lojtarë të huaj, do t'i fuzish me lyse, pse i ki marrë. A i pagun, a i ma hangën. Do t'i fuzish, s'fut Gjergjin, Fatmirin, që i këta në domi, i këta të gadi. Shumë, 3 lojtarë në bëllë, maksimumi. Kur ki qenë futbollist, cili ka qenë lojtari i cili ju ka pëlqyer më shumë? Tek vllaznia, por ndoshta edhe në Shqipëri. Te vllaznia kanë tifozi Sababizit. Pra edhe kolegë fush, por edhe tifozit i... Pa edhe i din Zheks, nuk diskutohet e punë. I ta dy më kanë kënë tifozit tyne. Edhe më thoshe tjeve që i kam pas fatin e mëllë, që i kam lytë karasyne. Ta manë fatë. Brezi unë ka pas fatë me lytë me ta. Se kena mësu shumë gjana për njëne. Keni qenë të privilegjuar ju si sportist në të vitën? Pa. Privilegjuar. Kena pas, planë kanë pas respekt njerëzit për ne, se kështu e bani gjatë madhe. Unë futbollisht jam kene bëshat mësus. Familja Paqërami, një kontribut shumë të madh, disa persona. Duke që jeni shumë të lidhur me sportin dhe me Shkodrën. Kena gem, kena gjak. Asë disë të dhe unë. Edhe kena pas disiplin, duhe pas disiplin sportive. Sportisë duhe me keni disiplinum nga nga sportit. Një jetën të ana. Determimisht mas ma abuzu, mas me se shkatan vetën. Kena pas në shpi, kena pas shemëll bashkimin, shemëll të ndërtimet, në përti kam su, shumë gjana. Me pushu këtare, me këto, me levis pake, me gjithë të gjana. Ju keni qenë i rregullt si sportist? Pa, si i rregullt kam kena. Kena levis ka i fjesë si djemë të ripa. Kështu të rregullt kena, ja kena kënë dorë jamar, kena kënë dorë e mirë. Tanë bashkë kena dhe tanë kodë. Gërëmë dhe unë që e rogë bashkë, në razëm bashkë, që të thonë, në kena pas, kena vlezën. Çfarë emocionesh kishte Fatmir Paqërani kur zbriste në Vojo Kushi dhe stadiumi ishte plot? Fillimisht kur kam marrë për herë të parë në Shkodër që kam luajtur në Vllaznin, mu ma duk pusha ba. Thosha ku ka marrë, i zhurmë e madhe, për ditë takohen Vllaznia. Vllaznia s'kishin i gjukshon, edhe vere më shifte dhe astikit më shifte mu, që është me lytë me Vllaznia i privilegji ma. Nuk di, ta që i lozin sa që ja bani izmetit, du me e bashu. Ashtë privilegj me lytë me Vllaznia. Kur lute për herë të parë, ishte i kënaqur që realizohet ëndrrën tuaj? Shumë i kënaqur. Shumë i kënaqur. Me ishte, për mu ishte disa madhe, me lytë me Vllaznin, se me lytë me Brazilin. Dhe sot nuk është kjo ndjesi të futbollistët? Me lytë farmacën, për ndjesi të futbollistët nuk e kuptaj. Nuk dija se me thonë, duhet me hinë fush, dikur fëmi kena lytë njëni me tjetërin, e kena hanë dhamë shokun më rëbur, jena shamatu njëni me tjetërin.
Sot duhet I fije ma gërin dhe ma. Se Vllaznia teknikisht nuk I mungon gjatë teknikisht, se ka pas e trajnerat mirë. Se nga ana taktike punon trajneri. Aty një manë edhe elementi, që mund të jetë një element teksi, është teknikisht shumë mirë, e ju luajnë bandojnë, por trajneri, nga ana taktike, ka notën trajneri, taktikisht për ekipin. Por që teknikisht, aftësia individuale e një lojtari që të ndrit. Kush ka qenë formacioni bazi I Vllaznisë atyre viteve 70, fundit gjysmës së dytë viteve 70? Në port, pas largimit të Ndojës, pati lëvizje. Pa Isa Suku e ka luajt. Gens Bosnjaku, Isa Suku, ta dy janë kënë. Dy portiera. Ta I kena gjetuna. Mbrojtje? Në atë kohë ka luajt dy basha, më e gjastë. Më e si gjastë. Zani ka luajt në mojës. Gjakur kena arna, para se marna. Ndërkohë tek vitet tuaja. Me ndu dedja. Kena pas këndështarna. Këta. Hajro lekej. Hajro bile më thote largohi më shejtan, mas ndellen. Se po të dëmdoj. A ka jetë njëri super njëri. Dhe, po, ta kënë më. Me ndu dedja, ka një mëjë si mëjë I përkërëm. Ka një shpejt. Vllaznia është dalluar edhe për trajner. Ju përmendet Xhexhe Shaçin, por edhe pas tij ka pas trajner të mirë. Për Zan Ragamin. Asitafizi më vonë, Shëndetje më vonë. Këtu I herë ka A ka një shkollë trajnerësh, nëse kemi pas futbollistë të mirë në vite, a kemi edhe një shkollë trajnerësh të mirë? Pa. Kena. Por me Zan Ragamin nuk vej trajner tjetër do. Cilët ishin aftësitë e Ragamit? Zan Ragami maj men në gjinokasë, një neshën gjinokasë. Po lushin, po s'pa na jesë loja fort. Unë lushen kratë djathë, kratë majtë dute, Halil Puka më duket I majtë. Thetë Zani, thetë Fati, thetë Nërunu. Ndroni kratë. Se mërësi aty ishe I ngathë. Kur si këtu, ishte shpejt I vje, pas I duhet e gjave, duhet patën Halilit të lutën me dhe futi mua aty, sa bati thote, nepe ato pas Fatmirit gjatë, I ka stopat e gjatë. Një ashtu, fitum lojnë apajti, 2 e gjumë për fasti, kunasën, punore, këtheva topin zëmë, gola dini, I kuzinu vasa, ka pas, ka leviz bukur, ka dit me leviz lojtarët në gjatë lojës, ma, e ka zhjilë, për me asetin, delta aseti për para, se, ma mëra ma zelë para shumë, këtu luje dojnë, a këpëtën, po se ka herë mojë së vansorë, këthejo mrapa, ka herë qeshën, bile, pa të hedhe konofin, këthejo mrapa, ma sëllë ma shumë, pa kënë ka orientu. Dhe pas ti erdi shoku dhe miku juaj, Asitafizi trajner për shumë vite. Jasriti është profesor, ja sa shoku jenë, pa Asriti është, pa kënë të shimë ma 7 vjetë shkollë para të punë, disha din njëri. Po 7 mund kënë bërën edhe tjerë, por nuk kanë pas karrierën. Para të punë, 7 vjetë shkollë për futbol. Ja 7 për sandbad, nga I ka marrur I tërsi, gjutë jetër e atër njerë. Nuk është nësh aja, nësh shkolla, 7 vjetë rresht direkt, shkollë futbolit. Në më në ku kena shku, shkollë kena ba futbolin, kena ba në përshdo vjetë teori e praktik, provim. Në teori edhe praktik. Teori, praktik. Përveç atletikës e gjimnastikës, 7 vjetë rresht. Në fundin e diplomu trajnera, futbolit edhe mësusat të dukimit fizik. Me 7 vjetë shkollë, të thash edhe si thona veti trajnera. Hala, njeri ka nevoj me mësu shumë një jetë. Pësa në prej ati, prej një lujtarit, si letë bukur të bukë, sa bukur lëvizi këtë jari to. A baj këtë lëvizi, trajneri duhet me kene thjesht, trajneri duhet me kene mene ma. Trajneri duhet me mësu të jetën. Sa që 7 vite shkollë dhe keni mësuar edhe për të shkollës, ndërkohë që sot ka trajner që nuk din të plotësojnë protokollin? Pa ka trajner, sa shqetësat.
A marrë burë për ti. Megjithatë, besoj që detyra e gjithë secilit prej nesh është të lërë gjurmë tek puna e tij. Dhe Fatmir Paqarami është i kënaqur që ka lënë gjurmë për 30 sa vite si trajner. Falënderes njerëzve me respektojnë, flasin që është për mua është gjëja më e madhe, flasin me qejf, me dëshirë. Falënderes. Kjo është kryesorja, që të njerëzit paktën të lajmë respektin. Kjo është kryesorja. Kush në zanë atje e Zoti, mirëse Zoti, tjetër nuk ka nevojë me shoh, nuk ka për këtë punë. Nuk ka për këtë punë njerëzit shkojnë në shtëpitë vet. Dhe ky është ndërimi më i madh që ke marrë, ndërimin, respektin e shkodranëve? Shumë medalje kam marrë, unë jam mush medalje, vetëm për shkodranëve. Për respektit që kanë ata për mua. Por mungojnë medaljet apo ndërimet zyrtare? Zyrtare, i din tjera kush. Ata zyrtaret, din ku digja si vendohet, si ashtë i pa. Po në ka shumë, unë nuk e mirë si me të hatër në i gjas, absolutisht. Unë atë që e the parti mjeshtë të sportit e ka marrë me djerës edhe me regulore, që do të kaç vjetë me marrë kaç kupa, kaç kampionate, bashkë mjeshtë të sportit. Si gjimnastika, a kenë shua, kenë gjimnastika, merë normen, gjimnastika, e ushtërimin, e banë e mirë, tje pa i, ti të dhënë mjeshtë të sportit në atë kohë. Por që të po banë mjeshtat më i kush da. Banë mjeshtat më i, mjeshtat meritume, herët punë specialiste, kudizja, pa të kush da. Të është janë të badan. E provoj djali juaj Alisi të bëj futbolist. Ju vjen keq që nuk pati një karrierë ashtu siç duhet? Tash të thënë drejtën, Alisi ishte, me dhanë, unë e kam servit vogël vetë, masën e Elshova, të tërkun të njëra tjerë. Dhe ka pas talentin e ka pas, aftësitë ka pas, shpesin, forcen, të kërdi kutitin e topit me kamën e majtë në gjitha. Ka lutë me të rritë e Vllaznis, ka dalë kampion i vendit, dhe afunit e Vllaznia në seleksionimi nuk e morën. Falënderes për aty që se kanë marrë. I falenderoj shumë që se kanë marrë. Se ma kishin shah djarin sa dy masa e këtë në herë. Shok të mi se kanë marrë, shkurt ma abedi. Nuk ishe problemi ashtë. Problemi, bile shumë njështë më thoshim pëse ma Fatmir se morën. Nuk di gja, ta din ma mirë ashtë, nuk kam hatër me të asku gja, djali ka zhjith një rrugë tjetër. Djali korrekt, ma dhe shka i luti i fje Morqinin nda koshu për sef. Mori zanatin tjetër, mori shkollën, shkur mori veti. I hini shkollë, se mari shkollën, e naltë, edhe i këvë zana. Jemi kënaqur që ndodhi kështu? Pasha zërë. Sa ndoshtë ta shanë dikush nga shkallët e stadiumit? Ma i kënasin jam si ka nëshu. Ma i kënasin me vasha kush. Të edhe më prini se ja prini. Më bënë prini për fëmin. Por një aty dera ty ka pas rishun, pa dera ty ka esë mirë. Ka esë mirë. Por, kështu, futbolli, si të marrin. Profesor, po shkojmë drejt të fundit të intervistës. Është një pyetje që e bëj të gjithëve. Çfarë ka qenë dhe çfarë është Vllaznia për Fatmir Paqaramin? Zotin Vllaznia, mas fëmijëve kam Vllaznin. Një emër pas cilit jeni lidhur përjetësisht. Mas fëmijëve e grus, Vllaznin kam. Që e du me shpirt në kuptimin e mirë të fjalës. Vllaznia, me hu Vllaznia, provi lëvizjen e përshpi, i hupi kërët, më flet, se s'di sa flas. Që më djeni natë, ja bërë në i zases. Dhe shpresojmë që si vjetë nga betë të lumë për gjithëve. Si vjetë e kam thonë, si Vllaznia të bukur dhe tash s'kena pa, tash inshallah po më dalin fjallët, se në rrugë marë janë tamën në rrugë marë, që inshallah japin. Zoti, futbolli ka herë dhe fat, ashtë edhe shansi. Futboll. Shoj ka lojtarë ta, nuk i vriten, nuk i dëmtohen, sa është në diska
e madhe. Shpresojmë që ky sukses shkojë edhe për Edi Martinin, një trajner që vlerësuat, por edhe për Vlerësin Silanin. Ishte nxënësin tuaj që tashmë është në rolin e drejtorit. Më bëha qefi shumë edhe për ta. Sepse janë të bëj hizmetin për smarit edhe, po korrin deri tash kanë marrë atë që duhet me marrë, tash inshallah majnë. Kja kryesorja. Profesor, të falenderoj që ishin në këtë bisedë. Shpresojmë që të kemi përmendur disa emra, ngjarje dhe histori të karrierës tuaj sportive. Falenderës. Për jush, falenderës për respektin. Të nderuar shikuesi, ishim në emisionin numër 63 me një nga emrat e njohur të futbollit shqiptar dhe shqiptar, Fatmir Paçamin. Do të takohemi sërish në emision të ardhshëm me të tjera personazhe. Natën e mirë.